Kam jetuar 17 vjet në Amerikë, jo pak, pjesa më e bukur e jetës aty. Dhe jam kthyer para 10 vjetëve, merrem me imobiliare dhe me ndërtim njëkohësisht. Ka qenë shumë e vështirë kur flisje me njerëzit këtu, je i çmendur që je kthyer nga Amerika. Po ju betojmë që kam punuar 18-19 orë me 2 puna. Dhe po ti punosh ato sot këtu në Shqipëri, mund të marrësh shumë herë më shumë se si në Gjermani dhe këto vendet. Amerika njëri është një fabrik pune që shkon punë shtëpi. Nuk e kuptojnë njerëzit. Këtu pim kafen, bëjmë jetën si na do qefi dhe eki 10-15 herë në vit me pushime. Ikim nga hera me pushime dhe e njëjta gjë që tha djali, gjithë paraforcit thanë gjërat më të sakta. Këtu është vërtet një Amerikë e vërtet. Amerikën e gjeta këtu. Shkova në ëndrrën time në Amerikë dhe e gjeta këtu. I bëj thirrje vërtet shumë njerëzve që të kthehen, sepse këtu ka shumë opsione, shumë mënyra për të bërë sukses.